Lule e Kuqezi titulloi koncerti festiv organizuar nga famullia Zoja Shkodrës në përkujtim të Festës së Pavarësisë. Në këtë koncert merrnin pjesë të rinjtë e famullisë. Drejtori artistik Luk Nugja tha se është një koncert që përjetohet me kënaqësi. Në këtë vigjilje të Pavarësisë besoj se është rasti më i miri me paraqit një gjatë bukur, një gjatë vlefshme, pa një gjatë që kena tonë për zemër. Dhe më kanë me theksuar në këtë moment kam porosit gjithë fëmijët, vishuni sa më bukur, vishuni Kuqezi dhe çuditërisht tanë uniform, tanë janë vesh Kuqezi, tanë me shqiponja, tanë. Pra, është një koncert që tanë po e përjetojmë me kënaqësi, me pasion të madh, por edhe një gjë e bukur, sepse janë do vepra të bukura që na përkasin ne, që na po jo transmetojmë. E kjo na bën me shpresu, kjo na bën me kenë optimist që ka me vazhdu. Historia jonë do të vazhdojnë. Komi shqiptar ka me kenë gjithnjë më i mirë, gjithnjë më i fortë, edhe këto fëmijë na bajnë shumë me shpresu. Kjo është një koncert që i kushtohet Festës Pavarësisë, është i ndërtuar si ana muzikore, ashtu edhe fjalë artistike, me tekste dhe muzikë që i dedikohen kësaj ditet. Na si e na më të rritur, e kena për detyrë me i impenju, me i angazhu këta fëmijë që kanë dëshirë me marrë pjesë, sepse jo vetëm përgatiten artistikisht, po dhe nga ana festive, pra me di që është kjo fest, me di pse festojmë, se nuk është thjesht ato që ndin në për shkolla, në për libra, është puna me mësuar artistikisht, sepse të ullon edhe artistikisht zën vend e ngull ma tepër me anët e tyre, mandej të angazhu tonë bashk, kjo është një vlerë e shtume, sepse difton festimin e tonë bashk, jo tek e tek, se tek e tek nuk mund të festohet. Koncerti u zhvillua në ambientet e sallës Kardinal Mikel Koliqi.